Jemi rikthyer sërish në studio, ne pavarësisht që e filluam bisedën tonë për gjatë publicitetit, mirë po tashmë zyrtarisht le të themi kështu, së bashku me mua në studio është Bunjamin Bela, ekonomist, profesor universitar, mirë se na erdhët. Mirë, gjetëm, faleminderit për ftesën. Do flasim mbi ekonominë, le të themi kështu shumë termigjër, mirë po më ngushtë rritja e çmimeve, si ekonomist që jeni ndoshta adresa e parë që familjarët vinë te ju kur ka ngrirje çmimeve ose rritje çmimeve, çka nuk kupton ky 4%, a vin për sugjerime, rekomandime? Zakonisht në përgjithësi, domethënë familja, shoqëria, gjithë ato këtë jo vetëm tek unë, po e përmendim edhe si shembull edhe tek studentët gjatë mësimit teorik të cilët e marrin në universitet, zakonisht ju themi që keni parasysh se kjo nuk është një lëndë ose ekonomia në përgjithësi nuk është diçka shumë abstrakte e cila nuk shihet, sikur nuk e di ndonjë eksperiment kimik ose me fizik, po ka të bëjë drejt për drejti me realitetin tonë të cilën e shohim jashtë, edhe është diçka e cila na prek në xhepin tonë, në jetën tonë, në profesionet tona, në shtëpitë tona, në buxhetet tona. Prandaj, domethënë, çdo definicion të cilën sot ndoshta ju duket sikur një fjali e thjeshtë, por realisht në brendësi të saj ajo ka një pasojë reale në jetën e përditshme. Prandaj mundohemi që këto aspekte t'i bëjmë sa ma konkrete përmes shembujve konkret, që ata të cilën e shpjegojmë në universitet të ketë drejt për drejti spari të prek në dijen, në mendimin, në qëndrimin e studentëve tanë, e më pastaj edhe reflektim gjithë shoqëror, sepse tek e fundit një student i cili është i regjistruar në fakultetin ekonomik, është e patjetërsueshme të paktën disa njohuri bazike, konceptuale, që në fund të ditës ata që e përmendet edhe ju, kur pyesin familjarët në shtëpi, ajo e cila ndëgjohet në media ose shifet në portale, domethënë din të jep një farë elaborimi. Prandaj kjo është një dukuri shumë, domethënë, e zakonshme që tentojnë zakonisht paraqiten formave të ndryshme dhe industrive ndryshme, duke filluar nga ato më të thjeshtat, që kanë të bëjnë me industrinë ushqimore, e deri në zanaçi, të cilët kanë të bëjnë domethënë me ngritjen e çmimeve të arit, për shembull, çka po bëhet me botën sot, cilët janë ndikimet këto parametra, si ta bëjmë një parashikim më adekuat, si do ndikojnë dikush i cili nuk ka të bëjë drejt për drejt me biznesin, po thjesht për jetesën, për menaxhimin financiar familjar. Këto pjesë domethënë i kemi si dukuri të zakonshme, deri tek menaxhimi i buxhetit, shpenzimeve të cilat i bojnë, domethënë një lloj presioni shihet te qytetarët, domethënë të gjitha moshave, të atyre moshave të cilët janë të aftë për të punuar, ndoshta një presion edhe për të gjetur një punë të dytë, për të angazhuar, s'po flasim më për familje të cilat punojnë një antar, sepse nuk është e mundshme domethënë realisht të ekzistojë diçka e tillë, sikur që ka qenë tradit në të kaluarën, i shohim nga brezat e mëparshëm, e diskutojmë edhe me studentët, sot presioni ndoshta edhe pjesa e konsumimit, domethënë pjesa e modernizimit, teknologjisë, gjitha këto aspekte kanë ndikuar që domethënë kemi një farë lloj forme apetite më të mëdha për të konsumuar, dhe gjithë kjo duhet mbulohet me diçka, duhet punojnë më shumë anëtarë familjar, domethënë karrierë dyfisht ku bashkëshortët duhet patjetër të punojnë, këto sjellin edhe sfidat pastaj në të aspekteve tjera që kanë të bëjnë me stilin e jetesës, me mënyrën e të ushqyerit, me mënyrën e shkollimit, me kurset jashtë aty aspektit formal. Domethënë gjitha këto janë shpenzime të cilët në një farë mënyre imponojnë çdo qytetar që të gjej mënyrë se si domethënë ti mbulon këto shpenzime, sepse qëllimi kryesor domethënë është ta ngrisim mirëqenien familjare, ta ngrisim cilëtetin e jetesës, sepse atë zakonisht me familjarë diskutojmë se nuk është më koha e kaluar që njerëzit kanë qenë të kënaqur dhe kanë ndinë një farë lloj satisfaksioni vetëm me disa të mira materiale dhe nuk kanë kërkuar, por domethënë është një hierarki e motiveve të cilët pështyn njeriu sot postmodern, të themi se edhe modern ka kalu, që është i pakënaqur me gjithçka që ka, edhe tankohën kjo është një dukuri e mirë që ta kërkojmë të mirën, por çdo herë duhet të kemi një lloj
balansi, krahasueshmëri me të tjerat, domethënë ta kuptojmë se jeta domethënë është një realitet ku jo çdo dëshirë, sepse ne në ekonomi i themi definicionin fillestar është që ka të bëj ekonomia ka të bëj me alokimin e resurseve në ato pika ku japin rendiment, ku japin domethënë më shumë rezultat. Por kjo për t'i plotësu dëshirat, për t'i plotësu nevojat e njerëzve, realisht, por nevojat edhe dëshirat kanë dallim. Domethënë nevojat e njerëzve me dëshirat e njerëzve, dëshirat janë të pakufishme, ndërsa nevojat janë të kufizueshme. Dihet se sa është maksimumi i kapacitetit ose nevojës për ushqim, për veshmbathje, për vendbanim, për transport, për kulturë, për art, për shkollim e kështu me radhë, ndërsa dëshirat sot sikur e kanë ndryshuar vetë profilin e individit, kërkesave të tij dhe pastaj duke tentuar që të punojë që t'i përmbush të nevoja se për ndryshe. Prandaj këto janë diskutime të shumta të rrethinës, në çfarë do lloj rasti, nëse më lejohet, ishte një rast shumë interesant që dua ta cek, deri tek ato doganierët të cilët isha jashtë vendit udhtoja dhe gjatë hyrjes në kufi, doganierët kur e kuptojnë se çka punojmë dhe me çka merremi, pyetja e parë është, çka bëjmë me kriptovalutat? Si t'investojmë edhe ne këtu, sepse janë të kënaqur ndoshta prej të ardhurave të cilat, domethënë, ata që e përmenda më herët fenomenit përgjithshëm të ngritjes së çmimeve, inflacionit e kështu me radhë. Si ta arrijmë, domethënë, ta mbajmë këtë balancë, si t'investojmë, ku t'investojmë edhe harrohemi ndoshta edhe aty gjatë sqarimeve. Harrojmë pyetjet e doganës, a ke diçka për të paraqit? Ato e dinë se prej një profesori, domethënë, çka mundet me pas me paraqitje përveç aspektit formal, domethënë, të gjësendeve gjatë udhëtimeve jashtë vendit. Gjithsesi, përmendët disa çështje në të cilat ne do ndalemi përgjatë kësaj bisede. Unë dua ta filloj me atë se si e shohim këtë rritje çdo vit për viti, krahasojmë shportat konsumatorë për cilën ne do flasim pak më tutje, gjithmonë krahasojnë ky muaj është për kaq më i shtrenjtë se i njëjti muaj vitin e kaluar. Unë shpesh e lidh me pandeminë sepse atëherë ndoshta u fokusuam shumë në çmime, filluan disa produkte të zhduken nga marketet, mirëpo ky avaz do vazhdon edhe përgjatë kështu? Po shqoni, ngritja e çmimeve nuk është që ndodh, domethënë, drejt për së drejti vetëm në një periudhë caktuar, ajo ka pasojat e veta në vazhdyshmëri, domethënë ka filluar që e përmendet që nga koha e pandemisë, që unë mendoj se vetë definicioni i inflacionit, që ka të bëjë, domethënë, simptoma kryesore këtij inflacioni është ngritja e çmimeve, është një lloj disbalansi mes qarkullimit të parave, domethënë parave të cilët janë të lëshuara në qarkullim dhe mallrave të cilët ekzistojnë. Tash sa më shumë para, më pak mallra, nuk kupton se do të ketë ngritje të çmimeve, sepse nëse humbet ky lloj balansi mes mallrave, shërbimeve që ekzistojnë në një ekonomi nacionale dhe çmimeve dhe parave të cilat janë të lëshuara nga banka popullore, kjo nënkupton një lloj disbalansi. Po ky lloj inflacioni që mund të ndodh në periudha të caktuara, nga aspekti i brendshëm, mund ta plotësojë është edhe pjesa e jashtme e imponuar, e cila është importuar. Çka nënkuptojmë me këtë? Neve dim se kaluam, domethënë, kohën e pandemisë ku njerëzit nuk punonin, që nuk kupton derisa ti nuk punon, nuk je produktiv, nuk prodhon të mira materiale, nuk prodhon produkte, ndërsa nga ana tjetër përmes ndihmave të cilat i kanë marrë, domethënë ndihmave për sektorin e biznesit për t'i paguar punonjësit edhe pa punu, sepse nuk është faji tyre, sepse duhet t'i mbajnë familjet, sepse domethënë krejt këto kanë qenë para të cilët janë infiltruar në sistem, e kanë ngritë sasinë e parave brenda sistemit nacional ekonomik, ndërsa nga ana tjetër nuk është se kemi prodhuar për atë sasi të parave. Domethënë kjo ka qenë fillimi i ngritjes e këtij disbalansi, prishjes e kështu me radhë. Më pastaj kur e përmenda pjesën e inflacionit të importuar, është pjesa që ka të bëjë drejt për së drejti me luftrat të cilët kanë ndodhur në vendet ku ne varemi, sepse gjatë çdo prodhimi kemi lëndën e parë. Lënda e parë është energjetika, domethënë çdo ngritje çmimit të energjetikës ose repromaterialeve ose materialeve bazë për prodhimin e produkteve të caktuar, qofshin ato edhe ushqimore, shohim se
drejt për së drejti ndikon të ngritja e çmimit, se çmimi final bëhet prej shpenzimeve të cilat ne i bëjmë në prodhimin e atyre produkteve. Prandaj, lufta në Ukrainës mes Rusisë dhe Ukrainës, ku e njohim, domethënë se është një prej 7 vendeve më të mëdha botërore për eksportim, domethënë të grurit, që është një element bazik ushqimor, për shembull. Kemi luftrat të cili në lindjen e mesme, në të cilën, domethënë, çdo disbalans atje na ka ofruar një ngritje të çmimeve të energjensave, me të cilat ne drejt për së drejti ato i shfrytëzojmë për transportin e madrave, për të ardhur prej prodhuesit deri tek konsumatori final. Domethënë, gjitha këto, duke ia shtuar edhe ndryshimet klimatike, domethënë duke i shtuar edhe pjesët e disbalansave të cilat mund ndodhin në indikatorët makroekonomik të vendit, domethënë të qeverive vendore. Fenomeni i ngritjes çmimeve tashmë e dim se nuk është fenomen nacional që ka të bëjë vetëm për Maqedoninë e Veriut. Ajo është e shpërndar në gjithë, domethënë, duke filluar nga gjithë shtetet fshinje në Ballkan, i shohim dhe në nivel evropian, po edhe botëror, që nuk kupton, domethënë ka patur një ngritje të çmimeve për këto arsye të cilat i përmenda. Prandaj detyrim patjetër, domethënë, është që në forma të ndryshme shteti si mekanizëm, domethënë, pak më kredibil për të ruajtur mirëqenien e njerëzve, që është munduar gjatë kohës së pandemisë përmes ndihmave, përmes ngrirjes së çmimeve të disa produkteve caktuara, përmes masave të cilët janë marrur për të qenë një lloj preventive ose ngjecje ose stagnim ose ngrirje të çmimeve për ta lehtësuar jetën e qytetarëve, duke i ndihmuar sektorë të ndryshëm varësisht prej kohës, momentit që ka ardhur, që nga turizmi, domethënë hoteleria, domethënë restoranet atje deri tek industritë të cilët janë deficitare, të cilët kanë pasur drejt për drejt një ndikim. Shtoja këtu mungesën e fuqisë punëtore, si Maqedonia e Veriut po flas tash, domethënë migrimit të cilët është bërë jashtë vendit, mungesa e fuqisë punëtore çka nën kupton ngritje të çmimeve të fuqisë punëtore, sepse edhe fuqia punëtore, çmimi i saj është paga, sikur që është çmimi i kredive ose i kapitalit, interesi është njëjtë, çmimi i rentës, i tokës është renta e kështu me radhë. Gjitha këto faktorë nga pak kanë ndikuar që tjetë të ketë ngritje të çmimit të produkteve finale, që drejt për së drejti në fund e prekin xhepin e konsumatorit ose të qytetarit, i cili e ndjen, domethënë neve sot çdo cep të tregut e shohim drejt për drejti se ka ngritje të çmimit, edhe në qoftë se e marrim për shembull që nga viti 2000 shihja disa analiza që kanë të bëjnë, domethënë, në mes viteve nga 2022 deri 2025, vetëm 3 vitet e fundit sa për ilustrim, domethënë në qoftë se një pagë mesatare ka qenë, domethënë, 500 euro, domethënë shpenzimet vetëm për ushqim kanë qenë 200 euro. Ndërsa prej 2022 deri 2025 se shohim tash ngritja, ka pas ngritje të pagës, është e vërtet, nga 500 në 580 euro, 600 euro, domethënë 16% është rritja e pagës mesatare, por në aspektin tjetër të shpenzimeve të cilat në strukturën e shpenzimeve të asaj page që jepet vetëm për ushqim është diku 320 euro, domethënë nga 200 euro në 320 euro. Nuk kupton një ngritje deri në 60% të aspekteve që kanë të bëjnë vetëm për ushqimin, që nuk kupton, rritja e pagës është 16%, rritja e shpenzimeve është mbi 50%, 40 deri në 60% varësisht prej sektorëve dhe industrisë. Kështu që shohim një disbalans të madh midis. Kjo e bjen pastaj, domethënë që ky lloj presioni ta ndjejë qytetari drejt për së drejti dhe amortizimi i fuqisë blerëse të cilën ai e merr, sepse në aspektin e rritjes absolute të pagave të cilat i marrin të punonësit, e humb vlerën në qoftë se ngrihen çmimet, sepse ajo ngritje e çmimit domethënë e absorbon krejt atë rritje të cilën e kanë marrë qytetarët dhe nuk e ndjejnë jetën e përditshme. Flasim për çmimet, 300 mund thonë studentët nuk mund të gjejmë, 350 fillojnë, edhe kjo patjetër për ata duket e shtrenjtë. Mirë po, ne këtu po flasim për banesa apartamente që janë 40 shumë të vogla, metër katror, që do të thonë që një familje më e madhe duhet jeton në një apartament më të madh. Mirë po,
njëjtën kohë çmimet e metrit katror janë rritur. Ne shohim apartamente me 3.000 euro metër katror. Sa është balansi midis standardit tonë jetësor edhe këtyre çmimeve që janë të domosdoshme për jetesë, sepse kulmi mbi kokë është një prej nevojave minimale, le të themi. Shqoni, fenomeni ngritjes së çmimeve që ka të bëjë domethënë me vendbanimin drejt për së drejti është në për kryeqytet, të për vendet në të cilët janë domethënë niveli i urbanizmit është më i lartë dhe shihet nuk është se ndodh vetëm tek ne, është një edukuri e cila ndodh në gjitha vendet. Domethënë kryeqyteti zakonisht njihet për një përqindje, mos them tash 20-30% spaku për vendbanimet të jenë më të shtrejta se sa vendet tjera. Mbi popullimi, shpërndarja e drejt për drejtë, politikat ekonomike shtetërore të cilat kanë qenë ndër vite deri tash, ndoshta është një lloj pasoje sepse gjithkush i cili vjen në qytetin e Shkupit për studiuar dëshiron edhe të krijon një marrëdhënie pune, me atë marrëdhënie pune të mbulon shpenzimet edhe të krijon një jetesë brenda kryeqytetit, prandaj është e vështirë, por nuk është diçka simptomatike vetëm për qytetin e Shkupit. Zakonisht kryeqytetet janë më të shtrejta, por kohën e fundit përkundrejt ndërtimeve të cilët janë të shumta në për shumë lagje, në për lagje të tëra të reja në pjesën e Shkupit që janë ndërtuar, disi kapitalizmi nuk njeh rregulla, ai dëshiron ta maksimizon profitin, nuk sheh aspektin social, prandaj shteti duhet përmes mekanizmave të ndryshme të cilat i ka në dispozicion në një farë mënyre të bën presion tek ndërtuesit, tek ata biznesmenët që merren me ndërtimtari që ta arrijë lejet e ndërtimeve të cilat ata i marrin, për nivelin e banesave të cilat i kanë në dispozicion, se në shumë të në rasteve nuk është se shiten ose janë të shitura gjitha, por i ruajnë çdo herë sepse e njohin si një real estate, si një investim që ka të bëjë për ngritjen e vlerës, sepse në të ardhmen do të ngritet edhe më shumë vlera, posaçërisht për një vend i cili aspiron të jetë antar e Bashkimit Evropian, jo vetëm nga vendasit, por kemi investimet të cilat vijnë nga mërgjimtarët, nga ato të cilët fitojnë dikun tjetër ndërsa investojnë tek ne, nuk është se drejt për së drejti janë të kyçur në ekonomi nacionale. Kjo është një lloj ndikimi për ngritjen e çmimeve, ndikim tjetër është se ruhet banesa mos qiten me çmim më të ulët sepse kërkohen çdo herë më shumë. Dyndjet ose migrimi i brendshëm nga qytetet tjera, nga fshatrat përreth, që të shohim jemi në një proces të industrializimit ku secili dëshiron të jetë pjesë e qytetit, ku kryeqyteti është sa gjysa e kryeqytetit, që nuk kupton drejt për së drejti një presion në aspektin në anën e kërkesës. Çdo herë kur kemi kërkesë më të madhe, është e natyrshme që edhe pronarët, edhe ofruesit të mbajnë çmimet, e posaçërisht sa më afër qendrës, shkojnë deri në 3.000 euro, që është e papërballueshme për një kategori të njerëzve. Në përgjithësi, mekanizma të ndryshme të stimulimeve, të kufizimeve që mund t'i bën shtetin ndoshta për pjesën e presionit për t'i shitur banesat në një kohë, për të marrë lejet, për ta kufizuar ndoshta pjesën e çmimit maksimal që mundet në bazë të themi komunave ose rretheve, sikur që janë shtetet, kryeqytetet evropiane, për shembull secili qytet, Roma, Londra, për shembull, nuk e di, Parisi, kanë nivele me zonën e parë, e dytë edhe e tretë, secila zonë duhet ta ketë një lloj kategorizimi të paktën që të ketë jo fikse, sepse nuk mund shteti drejt për drejt ta kufizon çmimin shitës, por të ketë një farë lloj minimum dhe maksimum në të cilën duhet përpjeket që të jetë në formë, në varësshmëri, secili ta gjen veten e vet, në bazë të buxhetit, kapacitetit financiar që e ka, se ku mund ta kryejë një vendbanim, të ofron kushte transportit, që të ketë lëvizshmëri brenda qytetit. Është, si më thonë, është një temë pak multidimensionale, pak më shumë
aspekte, por mendoj se detyra e shtetit është që të kujdeset edhe për këtë pjesë, secili nga këto sektor, nga këto ministri, domethënë, të merret, sepse gjendja, domethënë, pastaj mund të ketë pasoja shumë më të rënda derisa, domethënë, nuk arrin të përmbushin këto nevoja, njerëzit kanë prirje dhe për sjellje devijante, për shembull nëpër vendet e punës, të paraqitet rritje të korrupsionit, paraqitet vjedhje, domethënë, e deri të ato domethënë më devijante që kanë të bëjnë domethënë me shitjen e narkotikëve për të siguruar një mbijetesë, domethënë në kryeqytet për të qenë pjesë e këtij luksit të cilin ata dëshirojnë. Prandaj, domethënë në këto aspekte secili në departamentin të cilën e ka brenda shtetit duhet ta ndihmon këtë proces që të ketë një lloj zbutje. Do e devijoj minimalisht temën nga çmimet. Keni bërë produkte dimrore këtë vit? Turshi, ajvar, lutenica, këto që i kemi të famshmet? Zakonisht them drejtën, nuk është se mua na lejon koha drejt për drejt të merrem, por prindërit zakonisht, domethënë, është pjesë e një lloj tradite në të cilën kultivohet ndër vite dhe sikur nëse nuk përgatiten për kohën dimrore, për ato produkte bazë, domethënë të cilët sikur është imponuar në mendjet e tyre, në stilin e jetesës, që edhe ato patjetër të jenë pjesë e tryezës tonë, patjetër se domethënë janë marrë me këtë angazhim, me këtë investim, të themi, në para përgatitje, sepse tek e fundit këtë përgatitje nuk e shoh vetëm në aspektin ekonomik ose në aspektin e krijimit të disa produkteve të cilat janë shprehje dhe janë pjesë e kulturës dhe traditës tonë, por edhe një pjesë socializimit me të tjerët, duke që një prej temave kryesore mes njerëzve në për ndeja të ndryshme se kush çfarë ka përgatitur, domethënë a është i përgatitur për të hyrë në dimër, sepse e shohim se tash nuk është se ne nuk mund të gjejmë të njëjtat produkte ndoshta te pjesa në për supermarkete, në për vende të ndryshme ku ti, domethënë nëse me të vërtetë të shkon mendja për atë produkt, nuk është se s'mundesh me gjetë, gjithçka gjejmë, domethënë qëllimi kryesor është ta ndjejnë atë lloj, si më thon, tradite për të qenë pjesë e komunitetit dhe vazhdimësisë së asaj kulture. Edhe unë nuk është që kam bë, po si që thatë prindrit, mami e ka vazhdu traditën, më tregoni pak për shkak se është periudha fikse, u ankuan prindrit për çmimet, kishin hyrë për çmimet e specave ose produkteve tjera, ose edhe ju duke blerë nevojat e juaj të familjes, i shihni rritje të çmimeve? Padyshim, domethënë se shihet një lloj rritje derisa në të kaluarën thash dispersionin, domethënë e marrim një krahasueshmëri mes 2022 deri në 2025, domethënë ose 2024, hiç mos më shku deri në 2022, domethënë shohim se ka ngritje të çmimeve. Ta marrim në qoftë se nevojitet, domethënë tek specat 25 dinar kilogramin, të cilën e kanë marrë sa dhe marrin me 50 dinar, domethënë 40-45 deri në 50 dinar, që ka një rritje, domethënë drejt për së drejti deri në 40-50% të çmimit bazë, i cili domethënë duhet merret një lloj sasie për të krijuar domethënë produktin final hajvarin, duhet merren 50 kg sa 100 kg e kështu me radhë, që çdo ndikim, çdo rritje, po kjo rritje nuk është më rritje simbolike, ti themi 2-3-5 dinar, sikur që është zbritjet me derivatet e naftës atje, këtu ka të bëjë domethënë rritja shumë nuk është simbolike, është shumë relevante dhe ndikon drejt për së drejti në xhepin e konsumatorit, ku shumica e familjeve diskutojnë, a thua vallja vlen në fund të ditës të përgatitet çështjet e dimrit derisa outputin të cilën e ndalen, domethënë në krahasueshmëri, sepse ato e kanë traditë që e kanë përdorur këtë lloj, domethënë përgatitje, e shohin se ka dalë shumë më i shtrejtë, shumë më pak sasi se sa që ka qenë në kaluarën, por prapë domethënë jeta njeriu shiqo, këto aspekte mendoj se nuk janë elastike. Janë produkte bazë, janë produkte të cilat i përdorin, domethënë për mëngjes, i përdorin domethënë për pjesë të bazë të
të përmbushjes së nevojave fiziologjike për ushqim tek e fundit, sepse ne sado që të kemi pasuri, kapitale të ardhura, nuk është se ne mund të hajmë më shumë se sa që është një kapacitet, optimal për një njeri, për një antar të familjes. Sado që të ngriten çmimet, ne kemi të patjetërsueshme të blejmë, domethënë qoftë ajo ushqimi buka, qoftë djathi, domethënë edhe produkte tjera. Por çdo herë, është pjesë e diskutimeve se si domethënë menaxhohet, ndonjëherë bëhet kombinimi i disa elementeve me elemente tjera që të ketë domethënë varësisht prej të ardhurave buxhetore që i ka çdo familje, por e shohim si një pjesë mjaft si më thonë problematike, shqetësuese, ku debati kryesor është te rritja e çmimit, ku thuhem se nuk ja vlen të investohet, bëhet ai varr sikur që ka qenë në kaluarën, ku secili tash veçmo po ketë një lloj stratifikimi, një lloj klasifikimi i familjeve të cilat, të bësh ai varr është bën një lloj luksi. Derisa më herët ka qenë diçka e cila për gjithë popullatën, e kjo në këtë aspekt duhet tentohet që ndoshta derisa fola më herët për pjesën e shtetit, subvencionohen përposaçërisht prodhimtarët, bujqësit, sepse produktet mos janë të importuara, në shumë se janë të importuara, çka do që të subvencionojmë, është e kohë se vetëm e rritim deficitin tregtar të vendit me vende tjera, ne duhet që të stimulojmë këto tokën pjellore të cilat e kemi, bujqit të cilat i kemi, të masim domethënë me KPI ose indikator të performansës së tyre të prodhimeve të cilat i bojnë, sa më shumë të rritet prodhimi, aq më shumë do bie çmimi. Sa më pak të ketë prodhim, aq më shumë do të rriten çmimi. Dhe në fund qytetarët fitojnë në këtë cikël. Kërkoj nga regjia ta shfaqim një tabelë që ne do ta diskutojmë së bashku me mysafirin. Zoti Bela, kjo është tabela e cila vjen nga sindikata, nga shporta minimale konsumatore, siç e njohim, dhe nëse shohim shportën, ajo thotë që 24.064 denar shkojnë vetëm në ushqim dhe pije, që kjo nuk kupton vetëm për të kënaqur nevojat minimale të njerëzve. Zakonisht, domethënë, fati është i shoqërive të cilët janë në tradicion, në ekonomive, domethënë, më të varfëra, i themi në zhvillim e sipër, pjesa e buxhetit ose strukturës së shportës konsumuese, sa më shumë që mbi ngarkon ushqimi, aq më të varfër, domethënë, është shteti, ku e shohim një krahasueshmëri mes shteteve tjera dhe shtetit tonë, derisa tek ne 40 deri në 50% ose një pagë minimale duhet vetëm për të mbuluar elementet bazë që kanë të bëjnë me ushqimin dhe pijen, në shtetet tjera i kemi ato në një përqindje shumë më të ulët, që nënkupton se ju jep një farloj fleksibiliteti për të shfrytzuar buxhetin familjar, për rekreacion, për shëtitje, për veshmbathje, për investime, për kursime, kështu me radhë. Neve nga ana tjetër jemi detyruar në një farë mënyre që të punojmë edhe punën e dytë, që të arrijmë të mbulojmë, sepse shporta konsumuese derisa është 63.000 denar, nënkupton se është minimum, domethënë, 2 paga minimale të cilat ndoshta edhe mesatare që të arrijmë për të mbuluar shpenzimet bazë të një familje katërantarëshe. Kjo është ajo e cilën e përmenda edhe më herët, krijon një farë lloj presioni për të arritur produktivitetin, për gjithë mënyra për të fituar, për të krijuar të ardhura tjera familjare, për të përmbushur gjitha këto nevoja, qofshin ato për arsim më cilësor, qofshin ato për një jetë më cilësore në aspekt të koloritit kulturor, artistik, jetësor, sepse njeriu është qenie jo vetëm për të përmbushur nevojat fiziologjike për ushqim dhe veshmbathje, vendbanim, por dëshiron domethënë që të ketë një jetë sociale, dëshiron që të arrijë, domethënë të krijon vlera shtesë në jetë, prandaj është me rëndësi që gjithë secili në profesionin e vet të arrijë produktivitetin, sepse pa rritjet produktivitetit që nënkupton produktit final të çdo industrie të cilën jetojmë dhe punojmë, nuk do të kemi as të ardhura, por në fund të ditës çdo herë do të kemi rritje dhe një farë lloj spirale të inflacioniste që do të ndikon drejt për drejt më pastaj në xhepin edhe jetën mirëqenien tonë. E dua shumë shkurt këtë përgjigje. Pritet vazhdimi i rritjes së çmimeve apo do kemi ndoshta stagnim? Shkurt vetëm. Sipas parashikimeve, domethënë nuk është se pritet një rritje e çmimeve, kjo varet tashmë faktorë të ndryshëm të politikave ekonomike, të çështjeve klimatike, të faktorëve ndërkombëtar jashtë, të faktorëve që kanë të bëjnë, por mendoj se çdo investim në rritje të produktivitetit edhe promocioneve që kanë të bëjnë me industrinë bujqësore, posaçërisht që
ka të bëjë që shteti ta ketë një lloj prioriteti për ngritjen e kapaciteteve për prodhimtarinë që ka të bëjë me ushqimin. Kjo do të ndikojë në zinxhirin furnizues në përgjithësi deri tek supermarketet, deri tek shitjet me shumicë, kur ka ofertë do të kemi besoj edhe ulje të çmimeve, të paktën një stagnim në vitin 2025-26, domethënë pritet një inflacion deri në 4% që nuk është në normë, domethënë e ndryshueshme. Ka scenario optimiste, pesimiste, më reale, aty domethënë prej 3 deri në 6%, nuk është se domethënë nëse nuk ndodh diçka e papritshme si thatësira ose nuk e di çfarë fatkeqësi tjera që mund të ndodhin, domethënë pritet domethënë një lloj stabilizimi i çmimeve që kanë të bëjnë me pjesën ushqimore. E përfunduam këtë bisedë me një notë, kështu le të themi 50% më pozitive pak. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit Gjurmët. Faleminderit juve.